ke selam nga policët e burgjeve. Jo më pak se dje, kam qenë me policë burgjeve, të cilët janë në mënyrë dramatike të pakënaqur me rrogat. Me pagën e 13 që i premtuar se ka kalu kurr dhe realisht orë të shtesë kurrë si marrin. Pra nëse ka një sistem burgjesh, një kosto të madhe që marrin, janë dhe policët e burgjeve që me të vërtet përballen me lloj-lloj pushtyme, atje me lloj-lloj ofendimi, me lloj-lloj burgaxhiu, dhe të them drejtën, është shqetësuese fakti mënyra e pagesës. Dhe po të shikoni, pse ndodh kjo, ku mund ta konstatoni ju qartë të pjesë, hapësira e madhe për vende të lira që i ka për policë burgjesh, se nuk plotësohet, se nuk vjen me njëri. Pse? Sepse rroga është nën atë, ai ishte një thjesht i burgaxhi dhe ai tetorash atje në burg dhe policë. Në regjim, i gjet telefoni, ishin gjitha, pastaj lindën abuzimet, si normalisht kush ke nuk përballet njëri me 500-600.000 lekë sa maja ka me të përballesh me sharën e ofendimit që ndodh atje në burg. Kështu që